Tani këtu kam nënmarën, Maracarën, që e njohim gjithë Maracarën. Falenderoj që erdhe në Pallat Kulturës. Jam shumë i kënaqur që ke ardhur. Edhe unë jam i kënaqur, faleminderit. Shiko, çfarë moshe ke shku? Unë kam 103. I ke kalu, do më 103. Po ndjeshe unë të shoh të fort. Po jam, merë jam. Lëviz? Po lëviz, dalë për ditë, shkoj e marrë pensionin ke posta. Ku ke posta? Ku? Ke Ushtaraku, edhe unë jam. Në Tiranë? Po, në Tiranë. Në Tiranë, jeton me bardhogun? Po. Edhe familjen dhe fëmijët e bardhogut, ë? Po. Okej. Në Tiranë ke vite që ke hik nga Rësheni? Po kam sa vite. Kam sa vite. Okej, ku je bi? Në Malej, ke preng gjok prenga. Ke preng gjok prenga në Malej. Po. Edhe u martove mrapa ku? Ke Pal Vorfin për latë. Pra ke Caraj, sepse i thonë Vorfin. Ke Caraj. Në për latë. Po. Dhe ke djalë Bardhok Carën. Apo? Djalë Bardhok Carën. Bardhok Carën, dhe ti jeton me Bardhokun. Unë jetoj me Bardhokun. Jetoj me Bardhokun. Okej. Se duket se Bardhoku ka marrë shumë nga ti Bardhoku. Ka marrë shumë domethënë, të ngjarën shumë Bardhoku, po është edhe kështu, shakazhi. Ti tën, ë? Po. Kështu, po dhe ti ke qenë shakazhesh. Kam qenë diçka. Jo ke qenë shumë, jo diçka. Shiko tani. Ku ke punu? Ku ke nis punën fillimisht? Kam nis punën fillimisht ke centrali ishte centrali vogël. Centrali elektrik? Jo, centrali si central si mordhje dhoni. Telefonik? Po, telefonik. Po, se edhe pra në centralin e parë ti e ke nis punën këtu, ha? Po, kam nis, Po? Okej, ç'a bëj aty? Ç'a punë ke pas bë? Ke centrali? Merrshe njerëz, jepshe rrugën. Edhe u jepshe rrugë, pra në atë kohë. Ka qenë centrali vogël. Centrali vogël, ke qenë centralise. Po, centrali madh. Po, u bën centrali madh. Po, sa vite punove ti? Njëj vit atëre doli centrali madh dhe morën aty ke centrali madh. Pastaj ke qenë ke centrali madh, do me thënë. Po, para se kom qenë ke centrali madh, kom punon në tregti. Në tregti? Në tregti. Po, të qunë tregti? E kom punon në tregti. Edhe mirë dola, shumë mirë dola. E ç'a punuje në tregti? Me shitse. Jo, shitse, ha? Robeve, robe. Dyqanet e para në Rëshen, apo? Po. Pra dyqanet e para në Rëshen, pra ti ke qenë shitse, ha? Po. Pastaj ke centrali. Po, pastaj prap ke centrali. Pastaj prap ke centrali i madh, po. Masanej javash shkova në kurs. Shkova në kurs? Ku, në Durrës? Në Durrës. Për ç'a? Po, për gruan. Po. Vitokapa më qëj. Vitokapa, qëj si aktiviste e grave, apo? Si aktiviste më qëj atëherë, si e pa se është e shkonë. Është e shkonë, se si që ke qenë e shkonë gjithmonë ti. Se je e shkonë 103 vjeqë, jo mos, a ke qenë atëherë? Më qëj në kurs, mëna dhe kursin, atëherë erdha e fillova punë me gruën. Pra, me gruën? Kom punue 16 vjetë, po një 2 isha instruktore. Po, 2 vite instruktore? Një hoshin instruktore, po? Edhe pas të më lanë kryetare e gruës rrethit. Ke qenë kryetare e gruës rrethit ti? Po. 14 vite? Po. 14 vite kryetare e gruës? Po, e qujtën 16 se... Po, tani ke qenë një kohë të vështirë, se u zhvillim ekonomik, pra, i ke qenë një kohë e vështirë. Shumë e vështirë. Dhe, çfarë më mend që keni bën atë kohë? Çfarë më mend ti? Çfarë më mend që kemi bën atë? Po, në atë kohë, aktivitete me shku me gratë në përfshatra, mi kujto pak. Kryesisht çfarë bën mend domethënë? Mi kujto. Ato njerë më mend se ishte për toket puna. Po. Edhe na edukimi kalamojve ishte shumë dobët. Edhe na pastërtia ishte dobët. Edhe na flishen, do më thënë, flishen edhe si me qenë lopët aty dhe magjori aty edhe kishe edhe krevata. Ishte shumë e vështirë, ku ikësha me shërbim unë. Si ikësha me shërbim, në qofshin njështu, edhe unë e kisha të vështirë. Po me gjitha të unë, mersha një grue. Ju pasaj punut me gratë për të ndryshu jetën.
familjare, ë? Pasani ashtu me gratë punuem, kam punoni një kohë gjatë me gratë, po ka shku mirë, shumë mirë, se mershin vesht, e nuk boshin gjuhën si bëjnë qëtër. Si bëjnë sot, të një gjoshin dhe me thamë. Një gjoshin shumë. Edhe dal nga do atë loj prapametje, se ishe prapametje në fshat, ha? Po prapametje ishte. A fillu duke e zbut me këto aktivitetet, fillu duke e bin grad, që ti marin fëmijët pasër, që ti rrisin pak më ndryshe, ha? Mite pasërtine, edhe kur mefshin nërë, i veshin komën kallenit, nuk ishte cilësi, shumë cilësi nuk ishte në atë kohë. Vetëm sa si mush, me kaluhe. E qartë. Okej, do më thënë, kjo është periudha ma mirë e jetës tane, puna me gratë, edhe e vështirë. Po, puna e vështirë. E vështirë, por... Shumë e vështirë, se ishte pasërtia për të oke, ishte edhe cilësia e punës për të oke, edhe lodhën u lodhën bolë. Rrugë makines kishte vetëm deri në lokalitet, se heqëm 6 orë, 7 orë, do të heqëm kam. Në kam? Në kam, do të heqëm. Fshat amal. Ishte këtë fshatrat pas. Fshat malor, pas falj, pa rrugë, fare. Pa rrugë makines. Vetëm në kam, lodhe që e shkejpe. Masani, kur shkoshen darë, rëgjit ditën pa hongër, kur shkoshin darë, copën e bukës me racion, ishte me racion. Ishte me racion? Me racionin e vetë, në jepshin e ne. Në jepshin e ju, pra bujaria. E bujaria, në fshat. Po pra, edhe në atë racion, thjesht me racion, me tris. Me tris, pra dhe u jepshin prap, pra ju që shkoshi nga qyteti me shku, atje me indimu, me i fut në jetën e re, atje me radhë, edhe ju e ndalin bukën me ju, apo? Me ne bukën, me ne gjithi ndarë, kurse drekat s'kishin kërkun. Se drekat nuk i hashi kërkun, se s'kishin kum i hangër. Po, kur shkoshim lokalitet i kishte, sa veshim në atë marë, thoshte, u maruhe, edhe hikshim në me shërbim, që ashtu pa hor, pa gjohë, boshin. Kur shef sot gratë e sotme, femrat e sotme, edhe e krahason me atë periudhë, si duket kjo periudha e sotme? Kjo periudhë është shumë e mirë, po edhe në qikë të rejat e kanë galuë. E kanë të galu? E kanë të galuë pak. Po? E kanë të galuë pak si. Duhet në lohen në analimi, jo ashtu si që kemi qanë nëse, kemi qanë shumë e fështirë, ashtu s'duhem me qanë, si që kemi qanë nëse, s'duhem së tjenë, s'kemi shef, por ama me i kaluë, nuk kemi shef. E kanë kaluë pak lehë, këto të rejët, e kanë kaluë. E kanë kaluë pak, të bëjnë pak përshtyvje, E kanë kaluë, bëjnë, po... Shajnë kokë për mua ato. Mirë, okej. E të i me ta. Okej. 103 vjesh. Po. 103 vjesh. A ke vujt nga smunje? Në s'kom vujt. Fare? Nuk kom vujt. Asni, sa herë si jam vizituar që shishtu. Më kanë zënë makinat, për e të cekëm ashtu. Sa herë si jam vizituar, më kanë thënë i ke mërënshme si mi qanë 20 vjeqë. Interesant. I ketë mërënshme, do me thënë s'ke vujtje, edhe s'kom pas. Pra, fizike. Jo, nuk kom pas. Vetëm se, ashte ja kanë kaluë, po vetëm se më kanë zënë makinat 2 herë. Si të kanë zënë? Më kanë shkelë, të britë, të gjumë. Kanë aksidentu? Edhe doktor thanë, i thanë, ati gjallit em. I thanë, nuk, dherën e dytë, s'kimi shpresa. Pa 2 herë i aksidentu ti?
U qova prap. U shove prap në kamë? U qova më kom të Po ku je aksident tu? Në Tiranë? Qaj kokën hiqpare. Në Tiranë je aksident tu? Po. Në Tiranë 2 herë. Në moshë 10 vjetër, a? 2 herë në Tiranë, edhe në vjetë bardha. Në vjetë bardha, në çfarë moshe? Okej, që në vjetë bardha, kanë pas faj shoferat. Në vjetë bardha, kur? Më ka janë doa dhe më kanë zanë. Po në çfarë moshe? Par vjetë një herë. Par vjetë? Edhe vjetë një herë. Edhe vjetë një herë, edhe ti je shumë kam? Jo. Dhe ti në kam? Prap në kam ti? Bra, është shumë interesant. Po, shiko tash. Po, je shumë kam, pa shumë interesant. Të kanë zënë makinat 2 herë, ti në kam se në kam. Zotë 2 herë, 2 herë jem në këtu me, më kanë herë bicikletat, e njëherë motori. Po, e prap se prap në kam ti. E malë je. Shiko tash. Po, në jetë gjatësi jo nuk nikush, po në jetë gjatësi, qa me ndonë që ka ndiku që ti jetosh kaq gjatë dhe ti esh mirë, se punë me jetu gjatë, mund të jetosh gjatë e rrinë krevat, ti s'ke një në krevat, ti s'rinë krevat. Qa me ndonë që ka ndiku këti? Unë nuk e di as vetë se di shqipte, por kjo kom qënë gjithë një e terenit. Si? Gjithë një e terenit. E terenit? Ke leviz? Gjithmonë? Kom leviz gjithmonë. Nuk e një të mrendi? Njerë kër isha fëmi, kërit fëmi me gjonë. Po, me baktine, me njërë ti po. Me baktine, me gjonë. Pasta i ka u martova 16 vjeqë, u martu në shpit. Pa mu 17 halo. Edhe në ato me stërviti, me punë. Me punë, po normal që puna ishte stërviti. Po. Edhe mrapa? Edhe mrapa. Me punë, edhe në qytet? Edhe kur kërë në qytet, sepse... Në qytet, ma kish. Po? Në qytet, vesh me, s'kishte rrugë makine kërkun, vesh deri në Lokazlet. Po, e që. Deri në Lokazlet ishin 3 makine. Po pra, edhe në atë kohë ti ke leviz, nuk ke një të nzyrë. Nuk e një vazhdimisht në zyrë, ti ke leviz, ke shërbym shatra, apo? Po. Pra, ti levize. Kur ke del në pension, një minut, kur njeri ju del në pension, duket se marrë gjithçka. Kur ke del në qa moshe ke del në pension ti? 55. 55, pra. Ti ke gati 50 vite që merë pensionin. 50, ti, po një gjysë shekull ti me pension. A e kupton? Mi po prit. Prit, e ke shqit deficit shtetit. Shumë bukur. Po gjë mu të shi. Në konë që ke dalë në pension, qa ke bo? Je marrë ma aktivitet prap? Kur dole në pension, a ne te ke shpije, u mbyllë ke shpije mrejna, apo merreshe me aktivitet, me punë, duke lëvizë e kështu? Sigur me punë, dika lamajt e vogël, po merresha edhe me punë, po. Pra gjithë kohën ke një lëvizje? Në lëvizje. Edhe në këtë moshë, pra edhe në 80 vjeç. Edhe ta kështë e bëzotë edhe 90. Merë pension vetë, lëviz. Kështë e furnizoj telefonin. Telefonin furnizon vetë. Aparatin e dorës. Po. E gjitha i bëj vetë. I bëj vetë të gjitha së. Okej, kjo njëna gjanë. Ana tjetër, ushqimi, ma thuj pak ushqimin. Ke qenë kujdesur me ushqimin? Me ngrënjën e ushqimit? Në atë kohë s'kishte ushqim. Po në atë kohë s'kishte pra, jam dakord pra. Pa hënë, po. Na jepshin. Okej, vim kohën se sot po t'i veshre, sot njerëzit hanë shumë, bëhen me bark, bëhen kështu, me zi hecin, me zi bëjnë. Edhe hanë shumë. Sot ti ke qenë kujdesur. Po pra, ti ke qenë kujdesur me ushqimin. Ma thuj. Unë rej kështu. Rej gjithë. Nuk e ke tepru. E ke harë mëgjesin drekën darkën, e ke harë mëgjesin drekën? Nuk mëgjes, po, mirë, jo. Po, jo volum. Jo. Po. Edhe ndrek, po. Darkën, herë. Po, nuk e ke shumë. Banane ose një gjatë. Po, një gjatë vogël. Do më thënë, më ushqim ke qenë shumë e kujdesshëm në jetë. Po. E dyta, Nanmara, unë ty historikisht të maj men njeri gazmor, me energji pozitive. Pra ti duke qenë aktive, me shoqëri, me kështu, gjithmonë dësha mirë. Jam, kom qenë. Pra, është ta? Lushim gjithë ditën edhe me shërbim kër shkoshim, me qonat e me ashtu. Kom qenë, nuk kom qenë kështu e vrejtur, të vrejt
gjona kështu, gjona të qia. Pa, vetëm gjana pozitive. Për Zotin veç pozitive. Gjana pozitive. Okej. Falenderoj shumë. Unë u kënaqja shumë. Në bisedë me ty. U kënaqja shumë dhe sinqerisht. Faleminderit si u kujdesove, po me papa ma për porë. Isha pak loj, isha përgatit leje. Edhe i thoshë to. Po është ma mirë shështu, me i thanë shështu, spontane. A e kupton se ti je njëri spontan, njëri qeshur, njëri gazmor, njëri pozitiv, me energji ty qesh ftyra. Pra ne je ka jetë gjati. Faleminderit shumë edhe të falja shumë andej. Të falja Bardhokut, shpresës, kalamajve të gjithë. Mirë? Shumë faleminderit për ti. Shumë faleminderit edhe për teje, edhe shumë merë si qoket në kitë vend se je pas e maj dritë. Që ashtu kom qenë veshën. Po, nuk dhe. Si ajo atje ke qenë veshë. Po. Oke, e të falenderoj shumë. Të falenderoj. Edhe të uroj shnet, akoma më tepër e vite jetë sa ma gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit.